LSDM akuzon qeverinë se shpalljen e ujit në Gostivar të sigurt për pije e ka bërë pa publikuar analizën që dëshmon këtë, duke kërkuar të bëhet e qartë mbi çfarë të dhënash është marrë vendimi. Sipas partisë opozitare, pas një muaji pasigurie dhe problemeve shëndetësore të raportuara nga qytetarët, autoritetet duhet të japin dokumentet dhe përgjigjet konkrete për sigurinë e ujit e jo të bëjnë cirk duke ngritur dolli para kamerave. Ne im treba cirkus, im treba voda, im treba odgovornost. Во прашање е здравието и животот на граѓаните. Покажете ги јавно резултатите од анализите. Која институција направила анализа на водата и какви се резултатите? Кој го потпишал извештајот и кој со својот потпис гарантира дека водата е безбедна? Бидете барем еднаш одговорни и сериозни. Објавете го документот. Një gjë të tillë e kërkon edhe kryeministri Hristijan Mickoski. Pa edhe јас инсистирам да се објави извештајот. I pyetur për kallëzimet penale të LSDM-s ndaj tij dhe zyrtarëve të tjerë, si dhe për akuzat e opozitës për mosmbajtje përgjegjësie për kontaminimin e ujit në Gostivar, Mickoski tha se është i habitur se pse LSDM nuk e kritikon kryetarin e Gostivarit Valbon Limani nën kompetencat e të cilit është ndërmarrja komunale e ujësjellësit. Мислам, кога зборувам зачуден, тоа го кажувам се разбира иронично, бидејќи нормално е дека истата оваа политичка партија нема да го спомене него, бидејќи таа го поддржа за време на изборите локални кои што се одржаа во Гостивар. А сите знаат дека надлежност и право во случајот има општинското јавно комунално претпријатие. Обвинителството заедно со Министерството за внатрешни работи веќе обезбеди 3 лица и колку што сум информиран, истрагата се уште во тек, не е затворена истрагата. Така што мислам дека истрагата може да допринесе да имаме и други кои што исто така би биле вплеткани во овој случај, односно кои што обвинителството или МВР во текот на истрагата ќе констатира дека имаат некаков удел и учество во сето ова. Për dallim nga LSDM dhe VMRO-DPMN që i kanë pasur të përditshme akuzat për çështjen e ujit në Gostivar, nga partitë shqiptare reagimet kanë qenë të pakta. Nga ato që kanë thënë kryetari i Gostivarit, por edhe partia nga e cila ai vjen, Aleanca për Shqiptarët, është që kriza të mos përdorej për përfitime politike dhe që të gjitha rrethanat dhe përgjegjësitë për rastin të përcaktohen përmes një procedure të drejtë, objektive dhe transparente.